Oh, sorry. Firmosim sot marrëveshjen e grantit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin Infrastruktura hekurrëdhore Korridori 8, faza e parë Shqipëri, dhe kontratën financiare ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin Infrastruktura hekurrëdhore Korridori 8, faza e parë Shqipëri. Nënshkruajnë Zonja Belinda Balluku, Zëvendës Kryeministër dhe Ministër Infrastrukturës dhe Energjisë, Zoti Lionel Rapaj, Drejtor i Bankës Evropiane për Investime. Faleminderit, ju ftojmë të ndiqni konferencën. Mirëdita të gjithëve. Është kënaqësi e posaçme që të kemi sot në Tiranë në këtë vizitë të parë në vendin tonë përfaqësuesen e lartë të Komisionit Evropian dhe zëvendës presidenten e këtij komisioni, Kaja Kallas. Mirë se erdhe në Shqipëri e dashur Kaja, dhe më vjen jashtëzakonisht mirë që më në fund e mbajtë fjalën, ma kishe dhënë përpara si përfaqësuese e lartë e vendit tënd, po erdhe si përfaqësuese e të gjitha vendeve tona. Kemi pasur një takim si gjithmonë shumë pozitiv, ashtu siç tha zëvendës presidentja, mes nesh dhe Bashkimin Evropian nuk ka asnjë problem apo çështje të hapur, përkundrazi kemi një linjëzim të plot në të gjitha aspektet, gjë që shprehet më së miri edhe në politikën e jashtme të Republikës së Shqipërisë, e cila është 100% e linjëzuar me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Dhe natyrisht që kemi folur sidoqoftë për sfidën e madhe të procesit drejt antarësimit Bashkimit Evropian, për kalendarin shumë ambicios të dakordsuar me Komisionin për mbylljen e negociatave brenda vitit 2027, ashtu si kundër kemi folur edhe për rajonin dhe për problematikat në rajon, në një moment kur ne kemi të domosdoshëm unitetin dhe stabilitetin e të gjithë rajonit, ku fatmirësisht të gjitha vendet kanë synim të shpallur strategjik antarësimin në Bashkimin Evropian.
dhe ku ky destinacion është një pikë referimi jashtëzakonisht e dobishme dhe ndihmuese për të kuptuar edhe politikën e ditës dhe hapat që të gjithë bashku duhet hedhim në të përditshmën tonë, në mënyrë që jo thjesht secili prej nesh të antarësohet Bashkimin Evropian, por i gjithë ky rajon të bëhet pjesë organike e familjes bashkuar evropiane. Dhe thënë të gjitha këto, kemi prekur me zëvendës presidenten dhe çështjen e bashkëpunimit strategjik në fushën e sigurisë. Siguria është një temë gjithmonë më qendrore në jetën e përditshme dhe në politikën e Bashkimit Evropian. Dhe si kundër e kam ndarë edhe pak kohë më parë me publikun, duhet ta përsëris që në një anketë të fundit të bërë në vendet e Bashkimit Evropian për popularitetin e Bashkimit Evropian, një anketë që kryhet qysh për vitin 1983, rezulton se pikërisht që nga viti 1983, mbështetja e Bashkimit Evropian nga popujt që e përbëjnë është më e larta ndonjëherë. Gjë që nuk ndodhte deri pak kohë më parë, sepse popujt e Europës sot më shumë se asnjëherë më parë e ndjejnë që lufta nuk është një film bardhëzi i të shkuarës dhe as një ngjarje spontane që ndodh në kufit e Europës, por është një kërcënim real, ndaj të cilit Europa duhet të shtrëngojë radhët dhe duhet të forcohet. Dhe pa diskutim që në këtë pjesë e këtij angazhimi është edhe Shqipëria në përmasën e vet. Gjithashtu dua të theksoj që partneriteti për sigurinë e mbrojtje, që e kemi nënshkruar së bashku me Kajën dhjetorin e kaluar, është një hap që pasohet nga të tjerë hapa dhe praktikisht dialogu për këtë partneritet do të jetë një konstante e vazhdueshme e marrëdhënies sonë me Bashkimin Evropian përpara antarësimit, por patjetër pjesë e këtij partneriteti Shqipëria do të jetë edhe si antare e Bashkimit Evropian. Nuk dua të zgjatem më shumë sepse vetëm do përsëris gjëra që faktikisht po i them gjithmonë më shpesh, thuajse për ditë, lidhur me domosdoshmërinë e suksesit tonë në këtë përpjekje për të mbyllur negociatat brenda vitit 2027. Dhe më vjen shumë mirë që Kaja është një mbështetëse pa lëkundur e këtij procesi, një mbështetëse e pa lëkundur e unifikimit të gjithë Europës në ombrellën e Bashkimit Evropian dhe një mbështetëse deri tani e pa lëkundur e Shqipërisë, që është një vlerë e shtuar për ne, edhe ne e çmojmë shumë qoftë në aspektin institucional, qoftë dhe në aspektin personal, përfaqësuesen e lartë, e cila vjen edhe në këtë vizitë në një kohë shumë të veçantë për të gjithë ne, dhe njëkohësisht bashkëpunimi ynë është një bashkëpunim tek i cilin ne besojmë shumë dhe tek i cilin ne do të jemi të investuar çdo ditë dhe gjithmonë të njësuar në qasjen tonë me qasjen e Bashkimit Evropian. Dhe Kaja, shumë faleminderit edhe një herë për vizitën tënde. Është një vizitë që solli dhe një kombinim pak çuditshëm për ne midis diellit dhe të ftohtit. Ne kemi vënë diellin, ti ke sjellë të ftohtin nga Brukseli,
por t'jeshe bindur që herës tjetër do të ketë vetëm diell dhe s'do ketë më vend për të ftohtin. Thank you, dear Eddie. And well, Brussels was not Brukseli nuk kishte të ftohtë, kështu që nuk erdhi nga Brukseli i ftohti, po ndoshta nga veriu. Kështu që është kënaqësi që takohemi sërish dhe takohemi në Shqipëri sërish, sepse Shqipëria është vërtet një partner i fortë i Bashkimit Evropian. Ju jeni aleat, antar i NATO-s dhe jeni në përputhje të plotë me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Vendimi juaj për të zbatuar plotësisht sanksionet e BE-s kundër Rusisë, së bashku me mbështetjen tuaj humanitare politike që i keni dhënë Ukrainës, tregon në fakt pikërisht për kushtimin tuaj ndaj vlerave të BE-s dhe e kuptoj që nga aspekti politik kjo nuk është gjithnjë e lehtë për t'u bërë. Gjithashtu ju jeni të vlefshëm shumë edhe të dobishëm dhe për sa i përket bashkëpunimit në rajon, në mbështetjen e autoriteteve për të patur në fakt edhe një mjedis të sigurt në Bosnjë-Hercegovinë. Bashkimi Evropian është plotësisht angazhuar sa i përket Shqipërisë dhe natyrisht bashkëpunimi ynë sjell të mira për të dyja palët tona. Për Bashkimin Evropian pra ne jemi të angazhuar për të fuqizuar marrëdhënien më tej me Shqipërinë dhe për ju ne jemi partneri më i fortë tregtar. Një nga angazhimet e para që kam patur ka qenë nënshkrimi i partneritetit BE-Shqipëri për sigurinë dhe mbrojtjen, që siç e thatë pra ndodhi në dhjetor dhe ne sot do të shikojmë edhe frytin e saj të parë, pasi do të lançojmë edhe dialogun e parë BE-Shqipëri për sigurinë dhe mbrojtjen. Ky është një hap vërtet shumë i rëndësishëm pasi po e thellojmë më tej bashkëpunimin edhe në sektorin e sigurisë. Duke i hedhur syt përpara, ne në fakt kemi dëshirë që ta zgjerojmë këtë bashkëpunim në fusha të reja, si për shembull për të luftuar kërcënime hibride, por edhe sa i përket sigurisë kibernetike, të luftojmë terrorizmin, por edhe të merremi me menaxhimin e krizave. Bashkimi Evropian ka ofruar rreth 13 milionë euro në financime me anën e mekanizmit evropian të paqes për të përmirësuar përgatitjen e forcave të armatosura në Shqipëri. Gjithashtu, ne kemi zgjeruar edhe prokurimin për sa i përket kësaj çështje dhe ky është një diskutim që ne po e bëjmë me të gjitha vendet dhe Shqipëria mund të përfitojë në rast se zgjedh që të jetë pjesë e saj. Po sigurisht që bashkëpunimi ynë shkon përtej sigurisë, sepse Shqipëria ka një agenda ambicioze për të përfunduar negociatat me BE-n në 2 vitet e ardhshme. Dhe ajo që dëshiroj të them është që nuk ka ndonjë qark të shkurtër për të arritur ose ndonjë rrugë të shkurtër për të arritur me antarësimin në BE përveç performancës së duhur në reforma. Dhe reformat janë të vështira, kështu që ju keni mbështetjen tonë të plot sa u përket çeljes së grup kapitujve të tjerë dhe përmbushjes së standardeve krahasimore, në veçanti në sundimin e ligjit. E ardhmja e Shqipërisë është në Bashkimin Evropian dhe unë me kënaqësi kam parë edhe në nënshkrimin e kësaj marrëveshje 90 milionë euro me Bankën Evropiane të Investimeve për të rindërtuar hekurudhën ndërmjet portit të Durrësit dhe Rrogozhinës si pjesë e korridorit të 8, pra të këtij projekti. Ky projekt do të sjell punë të reja, vende të reja pune, do të sjell më shumë tregti dhe do ta lidhë edhe më shumë Shqipërinë me fqinjët e saj, por edhe me Bashkimin Evropian. Gjithashtu do të jetë edhe një korridor i duhur ndërmjet shteteve anëtare dhe NATO-s. Për sa i përket mobilitetit ushtarak në Evropën juglindore. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për momentin në këtë mjedis kur flasim për sigurinë. E së fundmi ne diskutuam edhe zhvillimet në rajon. Dhe në fakt unë vlerësoj shumë këshillat, komentet që ju më keni dhënë për situatën në Ballkanin Perëndimor. Mendoj që ajo që është e rëndësishme është që në lidhje me Kosovën
Kosovën dhe Serbin, nuk mund të ketë ecuri pa normalizimin e plot të marrëdhënies ndërmjet këtyre dy vendeve. Dhe sigurisht që unë më pas do të shkoj në Bosnia Hercegovinë sot, pas dite, dhe do të takohem me të gjitha palët atje në mënyrë që të qetësohet situata në Bosnia Hercegovinë. Edhe një herë jam vërtet shumë mirënjohëse që jam këtu dhe natyrisht që me zor pres të rikthehemi për takimin e komunitetit evropian politik. Faleminderit. Përshëndetje, Ngelida Mema nga Euronews Albania. I'm here. I'm here in front of you. Zonja Kallas, është viti 2030 një vit i mundshëm që Shqipëria të jetë vend antar i Bashkimit Evropian dhe ky proces integrimi kushtëzohet nga reforma të saktuara, siç është ajo për shembull kundër korrupsionit ndaj funksionarëve të lartë. Kryeministër, ju premtoni pasaportën e Bashkimit Evropian. Në fakt, integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk është monopoli një partie, për aq kohë sa integrimi kërkon edhe një konsensus me forcat e tjera opozitare për të kaluar në kuvend projekt ligje apo reforma të rëndësishme. Si mendoni që pas 11 majit do të jetë e mundur ky konsensus politik, gjithnjë nëse mbetemi në të njëjtin rezultat që jemi tani, apo ndoshta 11 maj mund të prodhojë një tjetër rezultat zgjedhor? Thank you. So 2030 is it a 2030 realistic target? a është pra një objektiv realist? Po, është, në rast se ne të gjithë do të nërmarim hapat e duhura gjatë rrugës, pra Shqipëria me reformat e saj, po jo vetëm reformat që duhen miratuar, por edhe këto reformat të miratuara që duhet të vijnë në zbatim. Dhe këtu sundimi i ligjit është skajshmërisht i rëndësishëm, pasi sundimi i ligjit shtetit së drejtës është një nga bazamentet, themelet e Bashkimit Evropian, por është edhe themel i begatisë së një vendi, sepse në rast se investuesit kanë besim tek sistemi juaj ligjor, atëherë ata kanë besim që të investojnë në ekonominë tuaj. Kështu që kjo pra është edhe në të mirën e Shqipërisë. Është realiste në rast se të gjithë bëjmë detyrat e shtëpisë. Faleminderit. Atëherë, spari ne kemi, siç e përmendi dhe Kaja më parë, një plan të dakordsuar me Bashkimin Evropian për të mbyllur negociatat në 2027. Që do të thotë që në momentin që mbyllen negociatat, Komisioni i rekomandon vendeve anëtare antarësimin. Dhe pastaj çdo vend antar merr rekomandimin, ja paraqet parlamentit përkatës dhe të gjithë parlamentet miratojnë antarësimin. Prandaj ajo që ne parashohim është një periudhë 2 vjeçare ratifikimesh për të qenë realist, që konkludon me 2030-ën në tryezën e Bashkimit Evropian. Kështu që plani është krejtësisht i qartë. Natyrisht që pjesa jonë është që të përmbyllim negociatat me sukses deri në fund të 2027-s. Ne jemi shumë të përgatitur për ta bërë këtë dhe po punojmë çdo ditë për këtë. Ambicia është që brenda vitit të hapim të gjithë kapitujt dhe e përsëris kur them ambicia, nuk është ambicia jonë, është pjesë e planit të dakordsuar. Dhe në momentin që të gjitha këto bëhen realitet, nuk ka asnjë pengesë përderisa Bashkimi Evropian e ka hapur derën dhe për herë të parë mendoj unë që prej shumë vitesh kur dera u mbyll pas antarësimit fundit që ishte Kroacia, dera është hapur realisht dhe është konkrete hyrja në Bashkimin Evropian për interesat të përbashkëta, strategjike. Natyrisht që kjo lidhet patjetër me punën tonë dhe puna jonë
nuk duhet të ndërpritet asnjë sekond. Kjo është logjika. Pashaporta e BE-s është rrjedhoi e antarësimit. Në momentin që ne antarësohemi në BE, marrim dhe pasaportën e BE-s, që do thotë nuk është më Republika e Shqipërisë vetëm, por është edhe Bashkimi Evropian në pasaport me të gjitha ato që rrjedhin nga qenia qytetarë të barabartë të Bashkimit Evropian. Dhe në këtë pikë unë mendoj që ne nuk na ndal askush dhe nuk do na ndal askush, pa diskutim. Unë jam i bindur që në 11 maj ne do të marrim rezultatin e nevojshëm për ta çuar përpara këtë proces pa humbur asnjë minutë përsëris, sepse çdo lëkundje dhe çdo humbje kohe në kalendarin e përcaktuar deri në 2027 mund të sjellë pasoja që lidhen jo me ne, por me dinamika të tjera që mund ta mbyllin derën prapë. Kështu që ky është shpjegimi im për këtë. Përshëndetje, Fiorella Beleshja, CNN. Pyetja parë është për zëvendës presidenten. Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është karta kryesore, duhet themi, e politikës në Shqipëri, pasi vendi ynë shkon në zgjedhje dhe jemi në prag të hapjes së fushatës së zyrtarisht. Kemi një deadline dhe një të paktën një qëndrim të zotit Rama, të kryeministit, i cili drejtonte majorancën socialiste, i cili thoshte që vetëm Partia Socialiste mund ta dërgojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian deri në 2030 dhe çdo rotacion politik mund ta pengojë. Pyetja për ju është: a ngadalson rotacioni politik integrimin e Shqipërisë? Ndërkohë për ju, kryeministër, cili është qëndrimi juaj për sa i përket tarifave të vendosura nga administrata Trump, dhe a ka bërë një analizë qeveria se si mund të ndikojë, pasi të paktën deri më tani përflitet për luatë tregje financiare, ndikimi që mund të ketë në Bashkimin Evropian, por edhe ndikimi që mund të ketë në Shqipëri për shkak të importeve, mund të ketë rritje çmimesh, dhe nga ana tjetër, a kemi një negociatë drejt për drejt nga ana e Shqipërisë me administratën Trump? Faleminderit. Thank you. So, I mean, coming from a country that has done the Pra, EU unë accession vi nga një vend që e ka kryer rrugtimin e vet drejt BE-s dhe është tashmë shtet antar, dhe është e qartë që në këtë rrugtim duhet në fakt bashkëpunimi i të gjitha palëve, sepse për të duhen disa reforma shumë të vështira që duhen zbatuar plotësisht, dhe për këtë duhet mbështetje, përkrahje e plot. Ajo që kuptoj unë këtu është që në Shqipëri të gjithë qytetarët e kanë dhënë pra mbështetjen e tyre, përkrahjen e tyre për rrugtimin e Shqipërisë dhe antarësimin e saj në BE, pra një mbështetje e gjerë, dhe kjo është një gjë që shqiptarët duan ta arrijnë, antarësimin në BE, dhe për këtë duhen reforma të vështira që kërkojnë mbështetjen e të gjithëve në shoqëri, sepse ky është objektivi përfundimtar, pra jo vetëm thjesht reformat, por dhe zbatimi i tyre që kërkon mbështetjen e plot të partive politike. Përpara ca kohësh i bët një pyetje ambasadorit të BE-s, e pastaj disa pasqyra e morën përgjigjen që ishte përgjigjja e vetme dhe më normalja e mundshme nga ambasadori, dhe e kthyen sikur ambasadori kishte thënë që deklaratat e mia nuk janë në përputhje me çfarë mendon Bashkimi Evropian. Tani unë nuk di çfarë prisni ju kur pyesni Bashkimin Evropian lidhur me çfarë ndodh këtu në aspektin elektoral. Përgjigja është e vetmja dhe e ditur botërisht. Bashkimi Evropian nuk vendos kush fiton dhe kush humbet zgjedhjen në Shqipëri, dhe as nuk lidh politikën e vet me kush zgjidhet në Shqipëri. Kjo është elementare. Por ama, nga ana tjetër, ajo që unë them dhe përsëris është që nuk ka një forcë tjetër që e kryen dot këtë mision. Këtë nuk është Bashkimi Evropian që e përcakton. Dhe edhe nëse e mendojnë, nuk kanë për ta thënë ndonjëherë. Kështu që kjo është një pyetje pa lidhje, por e kuptoj që është për konsum këtu, kështu që jam i bindur që do lexoj nëpër pasqyra që zëvendës presidenti e komisionit tha që etj. Po kjo është puna juaj, ne jemi vend i lirë demokratik, shkruani çfarë doni, në 11 maj
pastaj do thoni atë që do thonë edhe qytetarët. Në ndërkohë që për sa i përket pyetjes tjetër, unë nuk kam asnjë koment për këtë, s'kemi asnjë shqetësim lidhur me atë temë. Qasja jonë ndaj gjithë kësaj politike të re që po bëhet me tarifat është një qasje shumë e thjeshtë dhe në një farë mënyrë komode për vetë pozicionin tonë, për vetë volumin e tregtisë që ne kemi me Shtetet Bashkuara dhe në rast se i referoheni edhe tabelës tarifave të shpallura nga sala ovale, ne nuk kemi arsye të kemi asnjë shqetësim. Përshëndetje, Ermal Qori nga televizioni Vision Plus. Pyetja parë është për zëvendës presidenten. Bashkimi Evropian ka qenë një mbështetës sa i takon reformës në drejtësi dhe progresit që pritet në fakt sa i takon luftës kundër korrupsionit apo dhe sondimit të ligjit. Nëse e shohim deri në këtë momente, sa efektive dhe si vlerësohet nga ana juaje gjithë arritja që është bërë deri më tani, duke vendosur kështu para drejtësisë edhe funksionar të lartë. Ndërsa pyetja tjetër për kryeministrin, nga ajo çka Partia Socialiste duket që ka qenë mbështetëse kryesore referuar këtu edhe fjalës tuaj dhe çka keni thënë më herët se i takon reformës në drejtësi. Jeni të kënaqur, po them kështu, ose të paktën a janë arritur objektivat kryesore në raport me gjithë funksionin që ka patur SPAK deri në këtë moment dhe a prisni më tepër prej SPAK? Faleminderit. So thank you. Faleminderit. Yes, the EU reforms have several Po, stages. reformat e BE-s kanë disa faza në lidhje me sundimin e ligjit, lufta kundër korrupsionit. Së pari është miratimi i reformave, faza e dytë është zbatimi i tyre. Dhe më pas është edhe pjesa e gjyqësorit, jo vetëm që të fillojë procesin apo proceset, por edhe që të arrin në vendimet të gjykatave. Dhe kjo është shumë e rëndësishme edhe për qytetarët që të shikojnë që të gjithë po e marrin seriozisht luftën kundër korrupsionit, sepse kjo është edhe një nga themelet e sundimit të ligjit, paratë e tatim paguesve të shihet pra që po shkojnë aty ku duhet të shkojnë. Me që është edhe pyetja e fundit, dua të bëj një përmbledhje duke u nisur aty ku Kaja mbylli fjalën e saj tek komuniteti politik evropian. Ne në ndërkohë jemi duke u përgatitur shumë intensivisht për summitin e komunitetit politik evropian që do të bëhet në Tiranë në datën 16 maj, ku do vinë të gjithë udhëheqësit e kontinentit, kam parasysh kontinentin demokratik evropian, që nga Britania tek Azerbajxhani, që nga Suedia tek Turqia, për të trajtuar temat e këtij summitit radhës. Dhe kjo është diçka e jashtëzakonshme për Shqipërinë, edhe është diçka e jashtëzakonshme për rajonin. Dhe natyrisht ka një arsye pse ndodh në Shqipëri. Unë besoj që është një vlerësim shumë i madh, por njëkohësisht është dhe i përgjegjësi shumë e madhe për ne si aktor këtu në këtë rajon që është gjithmonë i rëndësishëm për BE-n. Së dyti dua ta them që përpara konferencës nënshkrimi që u bë është pjesë e një programi masiv investimesh në infrastrukturën e kurrëdore. Dhe kjo është dhe arsyeja pse ky 5 vjeçar që na ndan nga mbyllja e kësaj dekade do të jetë njëkohësisht edhe një 5 vjeçar ku do të kthehen hekurullat në Shqipëri, kuptohet në një nivel tjetër nga çfarë ishin, dhe kjo është një nga shumë arsyet për të jo vetëm besuar, por edhe për të luftuar që ne të
të antarësohemi në Bashkimin Evropian, sepse falë kësaj marrëdhënie, ne jemi në gjendje sot të kryejmë një sër investimesh që përndryshe do ishin të pamundura për ne. Dhe e fundit, natyrisht Bashkimi Evropian nuk është thjesht çështje investimesh, madje për ne, për historinë tonë, për mënyrën se si ne e kemi kërkuar Europën, në radhë parë është një çështje lirie, është një çështje të drejtash individuale, është një çështje barazie para ligjit. Ne nuk kemi pas asnjëherë barazinë para ligjit. Dhe sot, vetëm në këto vitet fundit, ne jemi duke bërë një ushtrim të panjohur më parë për shtetin, për popullin tonë, ushtrimin për të pasur barazi para ligjit, falë reformës në drejtësi. Dhe përsëris që nga 1912-a, kur ne kemi shpallur shtetin e pavarur nga Perandoria, ne nuk kemi pasur asnjë rast ku një person i veshur me pushtet politik të jetë hetuar dhe gjykuar në mënyrë të pavarur. Kemi kaluar nga mbretëria në diktaturën komuniste, nga diktatura komuniste në tranzicionin demokratik, por nuk kemi pasur asnjëherë një hetim dhe një gjykim të pavarur, dhe nuk e kemi njohur çfarë është barazia para ligjit. Sot jemi duke vendosur pikërisht themelet e barazisë para ligjit. Dhe ne na duhet hyrja në Bashkimin Evropian në radhë parë për këtë, që barazia para ligjit të jetë e pakthyeshme. Që barazia para ligjit mos varet nga vullneti i një qeverie apo një qeverie tjetër, nga vullneti i një kryeministri apo një kryeministri tjetër, por të jetë një normë e pa negociueshme dhe e pa shkelshme nga askush më. Dhe nëse ne bëhemi antarë të kësaj familje, kjo është e garantuar. Dhe kjo është një gjë shumë e madhe për ne. Dhe natyrisht, nëse jemi duke përjetuar këtë moment historik, kjo lidhet me vullnetin e kësaj shumice që qeverisë sot vendin, që udhëhoqi reformën në drejtësi, dhe me mbështetjen e pa kufishme të Bashkimit Evropian në këtë aspekt. Kështu që e parë në perspektivën historike dhe e parë me syt e të ardhmes, unë nuk jam i kënaqur, unë jam krenar shumë për këtë. Jam shumë krenar sepse ky është një nga ato gur themele që mund t'i mbuloj llumi i kënetës së politikës përditshme, por historia i kujton dhe i mban parasysh si momente të shtetbërjes. Dhe patjetër që nuk jam i kënaqur, jam shumë krenar. Ne do vazhdojmë ta mbështesim fuqimisht këtë proces të barazisë para ligjit, dhe aleanca me Bashkimin Evropian është një garanci absolute për këtë, sepse Bashkimi Evropian ka të gjithë dijen dhe ka të gjithë instrumentat për të na lehtësuar një proces që pa Bashkimin Evropian do ishte i pamundur. Dhe në mbyllje duhet ta përsëris. Ne, kur kemi nisur këtë rrugtim, kemi qenë në të njëjtat kushte ekonomike dhe sociale si Iraku, si Afganistani, si ca vende të tjera, po marr këto të dyja se këto të dyja kanë provuar të bëjnë demokraci. Dhe ne nuk kemi pas asnjë lidhje me Estoninë dhe me gjithë vendet e tjera të lindjes, se ne ishim Korea e Veriut në këtë kontinent. Dhe nëse sot jemi këtu ku jemi, dhe jemi pranë hyrjes Bashkimit Evropian, ndërkohë që Afganistani është kthyer te talibanët, Iraku është një kaos. Kjo vjen vetëm për një arsye. Ata nuk e kanë Bashkimin Evropian. Ne e kemi. Ata nuk kanë lindur me bekimin e të qenit mes të Europës edhe të pasurit të një burimi dijeje për shtetin dhe për institucionet dhe kulturët e institucionet. Ne e kemi këtë bekim. Kështu që
Nuk ka diskutim që ne jemi shumë krenar për këtë dhe ne nuk do pushojmë një sekond derisa të hymë në derën e Bashkimit Evropian dhe të ulemi në një ndryes me Bashkimin Evropian. Si një njeri i dashuruar marrëzisht që sado që i thonë kujdes se martesa nuk është gjëja më e bukur që mund të ndodhë, nuk i ndahet dashurisë vetë derisa martohet. Dhe si një njeri që mund të flasë për martesën me shumë kompetencë, për them që në fund të ditës nuk ka më mirë se martesën, kur është e duhura. Kështu që kaja ti e di që unë kam marriage-based, këtë proces jo marriage-based. Thanks.